Sara Gjoka, mikesha i Glietakos, tregon se si e qëndron e vërteta me të dhe se si po ndihet që pas daljes nga shtëpia e ftuar në një emision ka qenë modelja Sara Gjoka që ka komentuar situatat dhe dinamikat më të fundit të Big Brother VIP. Lidhur me daljen e Iglit tepër të komentuar në rrjet, Sara tregoi se ka dëgjuar disa fashëtheme të cilët kishin të bënin me qëndrimin e saj brenda shtëpisë, teksa fashëtheme kam dëgjuar pafund të ndryshme që thonë se është një gjendje shumë të keqe, gati mund të jetë edhe spitalore nga çështja mendore. Ka dhe fashëtheme që thonë se nuk ja ka dalë fare nga shtëpia e prandaj nuk duket asgjë hund, dhe ndoshta kjo është e gjitha një lojë dhe një pauzë nga produksioni, pra mund të jetë izoluar, nuk ka dalë nga shtëpia Big Brother, është përfolur plot. Me gjendjen e Eglit që kam parë së fundmi, nuk e mendoj një rikthim dhe nuk më duket shumë e besueshme kjo çështje e të mos dalurit nga shtëpia Big Brother VIP-ende. Teksa e pyetur për marrëdhënien me raportin e Egli Gjeste, ajo tha: "Kjo marrëdhënie do të thoja që është reciproke dhe ka dalë Egli shumë skizofrene, do thoja, apo përndjekse." Fjalë nga më të ndryshme që kam dëgjuar pafund. Nga këndvështrimi im personal do të anoja fajin nga Gjesti, jo për faktin se është djali, sepse secili nga ata kanë gabimet e veta, por edhe Egli në një farë mënyre e ka tepruar me reagimet që ka bërë. Unë i vë fajin sepse ka luajtur rolin e manipuluesit, ka dhënë edhe sinjale mikse. Teksa për sa i përket njohjes me banoren, Sara tha: "Me Eglin jemi njohur personalisht që përpara kam pasur disa raporte pune, kemi qenë në palestër disa kohë dhe jemi rastisur shumë shpesh nëpërmjet rrjeteve sociale, që prej atëherë kemi një marrëdhënie të mirë." I kam dërguar një mesazh, por ajo më ka thënë se kam nevojë që të qetësohem disa ditë, e kuptoj më së miri dhe ajo po merr kohën e vet. Mezi pres të atakoj i të japin pozitivitetin njëri tjetrës, pasi jashtë Egli është një person shumë pozitiv. Doja ta kishte shfaqur më shumë veten aty brenda, tregoi Sara.